Baba më fejoi dhe më shiti përpara, unë arrita ta mbaj familjen gjallë. Ani pse isha rritur dhe e pjekur për vendimet që mund t'i mirja për vete, baba im çdo gjë e prishi dhe ndryshoi. Isha nga nxënësit më të dalluara në shkollë, por vendimi befasishëm i babës më ndërpreu rrugëtimin tim të suksesit në shkollë edhe punën time që e bëja edhe që e mbaja familjen. Ani pse unë isha shumë kundërshtare këtij vendimi të babës për arsye se isha re dhe doja të shkollohem dhe doja një djalë fetar sepse edhe vet isha fetare. Por pafuqia ime ishte ajo që e bëri të veten baba dhe familja ime. Ndonë se nuk ishte edhe aq tremb të vendos familja për me feju vajzën apo me martu vajzën pa dëshirën dhe vullnetin e saj, une u mundova të menaxhoj këtë situatë. Pikëllimi im ishte shumë i madh. Kjo gjë u vret edhe tek shoqet e shkollës dhe ato të punës. I tregova shoqeve në shkollë dhe atyre në punë, madje edhe disa nga arsimtarët e kuptuan. U çuditën se si është e mundur një vajzë me kaq nota të bukura të fejohet. Disa nga arsimtarët e kontaktuan prindin tim, pra babën, mirë po nuk kishte sukses. Ai më kishte shitur për para, kishte vendosur të më fejonte një person që nuk e njehte asaj vetë mirë. Por dikush i ka dhënë para të majme për të më shitur për të më japur tek një familje. Ani pse unë para dite shkoja në shkollë, mbas dite punoja, i ndihmoja familjes. I ndihmoja më shumë nanës, motrave dhe vëllezërve të vogël. Unë isha më e madhja dhe isha edhe njëkohësisht krye familjare. Babai nuk punonte, por edhe kur punonte ato para i harxhonte rrugëve të gabuara. Pas shumë zhurmave, ankesave të mia, erdhi dita më feju. Nuk ka kthim mbrapa. Nga përfundimi i mësimit nga shkolla drejtë në shtëpi. Pastaj po të shkua në punë. Kur hyra brenda, nana filloi të çaj bashkë me motrat e mia. Më thanë që nesër kena me të feju. Kështu unë e mërzitur dhe pikëlluar, mora rrugën për në punë. E pastaj u ktheva e mërzitur dhe duke çajt, mirë po nuk kishte efekt të babi. Ai vetëm se kishte vendosur. Kaloi si kaloi kjo ditë dhe kjo natë, të nesërmen po bëhemi gati sepse po vinë meqt, duan të me fejojnë, kështu edhe u fejova. Pa e njohur as djalin e as familjen e tij, por dashuria ime dhe respekti im ndaj bashkëshortet dhe familjes së tij asnjëherë nuk mungoi. Lash në gjysmë shkollimin, lash në gjysmë rrugëtimin tim në punë, lash nanën time të varfër, lash vëllezërit dhe motrat e mia të vogla që kishin nevojë për mua, kishin nevojë që unë të punoj e ato të veshmbathen e të shkollohen. Lash nënën e mërzitur. Kaloi si kaloi jeta ime, kështu u fejova pra dhe u martova. Mirë po asnjëherë nuk u dorëzova. Pas shumë viteve martesë, përfundova shkollimin e mesëm dhe atë universitar. Një këshill për prindrit, mos i fejoni dhe martoni vajzat pa dëshirën e tyre.